A e dini që Shqipëria ka një qytet të nëndveshëm? Nën toka e Kukësit, e fshehur për dekada me radhë, ku ndodhet një rrjet tunelesh dhe strukturash të ndërtuara gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Një qytet i tërë i menduar për të mbijetuar një lufte që fatmirësisht nuk ndodhi kurrë. Tuneli i nëndveshëm i Kukësit u ndërtua si stres strategjike, me dhoma, korridore dhe hapësira funksionale që mund të srehonin mijëra njerëz. Tuneli është 7 kilometër e 600 metrës, eksakt. Gati sa këtë qyteti. Shumë i madh. Ashtu është llogarit që të futen 15.000 persona. Nëse këtë diçka, si s'ndodhi kohë. Për vite me radhë ekzistenca e tij ishte sekret, ndërsa sot, ky tunel qëndron si dëshmi e frikës, e paranojës, por edhe përgatitjes ekstreme nga frika një të ardhmje pasigurt. Tuneli ndërtuar në vitet 80 ka disa korridore të gjata, dhoma të ndara sipas funksioneve dhe mure të trasha betoni, të projektuara për të rezistuar bombardimeve. Antibërfamor kjo tuneli jonë. Edhe nëse bomba atomike që i ka atëherë dikur, ne këtu kemi qenë garantuar. Gjithmonë me teknologjinë e asaj kohe. Kjo ka filluar në 1968 dhe janë ndaluar punimet 1989. Gjëja më e bukur si se këtu punu pa makineri, kallëzën, lëpat, vagona, gjanat e thella kanë qenë sekrete. Pra ku jam çdo që më fol, për shembull për diçka, ku kam pas oficer, nuk kujtoj kush më ka thënë ka tunel. Hyrjet janë të kamufluara në zonat të ndryshme të qytetit, ndërsa daljet janë të përqendruara në zonat periferike të Kukësit për krijuar mundësinë e lëvizjes së shpejtë në raste evakimi dhe emergjencë. Kjo është dalja imi. Jo dalja që të kontrollon këtë lagjet, edhe hymja. Edhe dalja dhe hymja, po do të thonë këtu është tubi që nis krejt sistemin e tuneleve të qytetit. Gjithçka ishte menduar që qyteti të funksiononte edhe pa dritë, pa komunikime jashtë dhe pa kontakt me botën mbi tokë. Njerëzit nuk u thirrshin me emër, por me numër. Do të thonë, gjithë secili ka pas numrin e vet, jo emrin. Sa emri ka qenë sekret. Sot, ky qytet i fshehur po shihet ndryshe. Ekzistojnë projekte për ta kthyer tunelin në atraksion turistik, si një muze i hapur i kujtesës historike që do t'u tregojë brezave të rinj jo vetëm si ndërtohej, por edhe si mendohej në një kohë frike dhe izolimi. Guidën e kam hapur në 2018. Mekaninjë kam fillu, mekaninjë, derisa mori famë. Turist shumë janë francez, holandez, anglez, çek. Qëllimi e mirë që mos të hupe mundi. Në bandirë diku shumë pase që që kanë bomba balarë tonë. Edhe ta rujt, edhe fëmit tonë ta shohin, dhe ta dinë se që kanë rujt por ta. Një hapësirë që dikur ishte sekret ushtarak, sot mund të kthehet në një dëshmi të gjallë të historisë. Dhe në një botë të pasigurt, qyteti i nëndveshëm i Kukësit merr kuptim tjetër. Thjesht 30 metra nën tokë. Keni menduar ta vizitoni?